Deputeti shitur! Deputeti shitur! Më në fund ju kapëm! Më në fund ju kapëm! Ja këtu! Pse I fshiheni popullit? Pse I fshiheni popullit? Pse I fshiheni popullit? Mos qesh fare! Pse I fshiheni popullit? Pse I fshiheni popullit? Pse I fshiheni popullit? Dje ku ishit? Dje ku ishit? Dje ku ishit? Parlament, nga dolet dje. Nga dolet, më fal. Nga dolet dje. Nga dolet dje. Nga dolet dje, nga cila der dolet? Nga dolen kolegët e tu. Nga dolen kolegët e tu. Nga dolen kolegët e tu. Nga dolen. Nga. Unë isha te Toptani, isha te dalja nga bulevardi, isha nga dalja e PD-s, keni dal nga çdo vrimë e mundshme. Po, shumë gabim bën, po. Po të tjerë të respektuan ty? Jo, fare, absolutisht jo. Minimumin e respektit. Kam patur respekt gjatë gjithë kohës, se po mos të kisha respekt, kolegu tënd Tërmet Peqi do ja kisha thyer vezën në kokë. Po mos të kisha respekt. Afro pak më qyt më marrësh. Jo, po, ja, prandaj po ja. Po, patjetër. Ti ke gjithë të drejtën të kundërshtosh, protestosh, bësh çfarë të duash. Pa asnjë problem. Po. Po në momentin që ti qëllon me vezë, po. Pa e përgjithësi ligjore, a ka përgjithësi ligjore për të? Jo, një sekond. A ka përgjithësi ligjore? Vëre veten. Po. Në vend të atij që ti qëllon me vezë. Sikur ai ta marrë vezën. Si ishte diskutimi me atë deputetin? Të lutem. Po. Sikur ai njeriu, jo deputeti, ta marrë të ta kthej vezën mbrapsht. Po. E di për çfarë dënohet ai? Po. E para për dhunë gjinore. Po. E dyta për akt sulmi ndaj teje. Po. E treta që është akoma më rëndësishme për ngacmim seksual, tha një shoku jot atje. Ja, tani ngacmim seksual është tjetër gjë. Një sekond, shkojnë tre gjëra, tha ai shoku jot, jo unë. Cili shok? Një shoku jot dje që kishte mikrofon. Po çfarë tha? Tha eksaktësisht këtë që po të them. Mos më ka ngacmuar ndonjë seksualisht, e ke shumë gabim. Mos e kanalizo bisedën në atë lloj mënyre. Jo. Të gjitha ato që bën ti, ato që bën ti quhen legjitime. Kurse të gjitha ato tjera që bëjnë ata ndaj teje, quhen krim. Dëgjoj, nuk më ke dëgjuar, e ke shumë gabim. Kam patur një diskutim me policinë dhe I kam thënë, nëse un kam shkelur ligjin, mbaj përgjegjësi ligjore. Çfarë kam thënë? I ke parë? Pse na i shani protestuesit me mesazhe? Me mesazhe, pse na i shani protestuesit? Po. Pse na i shani? Kush më shan? Po turp të vi. Turp, një deputet shan protestuesit, shan qytetarë? Unë s'po të shaj, nuk po të shaj. Kur të shava, qa të thashë? Në rrjetet sociale dhe shan. Qa të kam thënë? Ja kjo që I the deputeti shitur, I kujt jam shitur? Po ju nuk jeni një, ju jeni të gjithë, pa përjashtim, ju jeni të gjithë. Do të ras popullin, do ju sjellin faktet, jepni dorëheqjen, largoni nga kjo qeveri kriminale. Largoni. Çfarë mendoni për protestën? Çfarë mendoni për protestën? Drejta ime. Vetëm mos shaj, Nuk kam shar, nuk kam fyer, nuk kam shar, nuk kam fyer, nuk kam shar, nuk kam fyer. I bën dot 4 gjëra. Jo, këtë me vezë nuk e bëj dot. Mos fye, mos sulmo. Këtë me vezë e mbajta vetën një moment, nuk e mbaj dot. Po mendo se çfarë mund të bëjnë të tjerët. Çfarë mund të bëjnë të tjerët? Çfarë është kjo? Çfarë është edhe ai? Mund ta kthej vezën mbrapsht. Ta kthej vezën mbrapsht. Shumë s'kishte vezë. Po patjetër që do ankohet. Patjetër që do ankohet. Por dai të ankohet. Po. Fundi gjë që kam me ty. Po. Ushqimi nuk është për të hedhur. Wow. Kur flet një deputet për ushqim, po I ke njerëzit pa bukë. I ke njerëzit pa bukë. I ke njerëzit pa bukë. Unë e para, pa bukë jam, po. Pa bukë jam, po. Pa bukë jam. Fuqi kam. Po nga të vjen. Ja, më vjen nga motivimi për t'ju rrëzuar ju. Po. Ja, qeshni. S'kam dorë. Jo, absolutisht jo. Jam shumë e pa edukat. Kështu është I gjithë populli. Kështu është I gjithë populli si unë. Kështu është I gjithë populli si unë. Nuk kam limite fare. Limitet janë aty ku nuk të cënoj. As nuk po të prep, as nuk po të godas, as nuk po të ofendoj. Nuk jam fare pa edukat. Nuk jam fare. Po ta them edhe një herë. Porositë mia si protestuese janë. Po ta them edhe një herë tjetër. Porositë mia, mos na shani protestuesit. Mos na shani protestuesit. Nuk më intereson fare. Nuk më intereson fare. Që po të bëheshin ndaj teje, do shkojmë me vrap. Shumë mirë, nxjerrë vezën më gjuaj. Do shkojmë me vrap ti denoncohet. Po, ja, shikoje, ja. Është minimumi I gjës, nuk kam kulturën tënde. Shikoje, ja.
Deputeti i krimit, deputeti i krimit, deputeti i krimit. Mirupafshim. Kur të jep një dorë heqje dhe kur të zhdukeni, i gjithë populli do jeti lumtur. Po, nuk jepet kështu me dorë. Po s'jepet kështu me dorë. Po s'jepet kështu me dorë. Po s'jepet kështu me dorë. Po si e do ti, si. Djep se u fshehet. Si e do? Djep se u fshehet. Qa mendimi ke? Qa mendimi ke për kolegët e tu? Qa mendimi ke për kolegët e tu? Qa mendimi ke për kolegët e tu që u fshen skutave? Tani që përsërit, tani e rënd. Ua, mraftika. Si të biri pika ty? Ambulancën shpejt. Aman, merr një pak ambulancën, se mos na rrëzohet. Aman. Mirupafshim, falëmë. Ciao.